Padyshim që vlera kryesore është integriteti shkencor. Dhe kjo besueshmëria që ka ngritur ndër vite bazuar në argumenta. Por patjetër ka nevojë dhe që të jetë i guximshëm duke eksperimentuar dhe duke tejkaluar ujërat e ndënjura të zonave ku metodologjit mungojnë, ku databazat mungojnë dhe ku gjithçka duhet prodhuar nga e para me inovacion dhe me përpjekje. Një vlerë tjetër që Koplan duhet të ruaj është roli i tij si nyje ndërlidhëse mes aktorëve të Heliksit të Pesëfisht. Koplan në fakt historikisht ka ndenjur si aktor ndërmjetëm mes akademisë, organizatave shoqërisë civile, aktorëve rajonal dhe ndërkombëtar dhe gjithashtu komunitetit. Ky rol në fakt ka të bëjë dhe me rjetëzimin, me ato rrjete që nuk krijohen vetëm në bazë projektesh, por krijohen me konsistencë, me besim dhe me të qenurit në pjesë në ato debate që kanë rëndësi. I tillë është edhe rrjeti i Ballkanit Perëndimor për qeverisjen territoriale i themeluar nga Koplan, i cili mbahet dhe menaxhohet tashmë prej mbi 8 vitesh. Dhe vlera e tretë që Koplan duhet të mbajë është marrëdhënia me territorin. Fundi e fundit, çdo ide e bukur, por e pa realizuar në territor, mbetet si një hartë pa terren. Asnjë nuk do e donte një hartë pa terren. Koplan më ka mësuar diçka e cila është shumë e vështirë që të mësohet në kurrikula studimore. Aftësinë për të ndryshuar zërin e diskutimit pa ndryshuar thelbin e argumentit. Dhe kjo vjen nga përballja me audienca të ndryshme, diku me një komunitet rural, diku me zyrtar të lartë të ministrive apo të bashkive, dhe diku me organizata të tjera, me ekspertë të cilët kanë të njëjtin parim si ty. Kam pasur privilegjin të punoj me shumë kolegë bashkëpunëtor në Koplan, dhe një ndër vlerat që ne kemi ndarë së bashku është besimi që puna jonë vlerësohet përtej thjesht një kontrate, një projekti, dhe është një gjurmë afatgjat që lë në atë komunitetin ku zbatohet. Kjo është një energji që vjen jo thjesht nga individët, që padyshim kanë vlera të jashtëzakonshme, por është një energji ngjitëse që vjen nga mjedisi ku ne bashkëpunojmë. Mendoj se brenda Shqipërisë, brenda këtij kontekstit ton goxha specifik, Koplan ka bërë një institucion ku mbledh disa vlera dhe krijon një legacy, një lloj trashëgimie të bërjes së planifikimit urban, të politikave mjedisore në terren. Çfarë do juroja unë Koplanit për këtë 30 vjetor, është që të vijojë të investojë në njerëz që kanë një mendje brillante, që dinë të mendojnë thellë, dinë të jenë kreativ dhe të shkojnë përtej të gjithë sfidave me imagjinatën e tyre, por gjithashtu të jenë me shumë këmbë në tokë për të ofruar zgjidhje konkrete në territor.